Mirë se erdhët. Jemi në Reze Dielli. Në fakt, kjo temë i dedikohet grave, të cilat kalojnë shumë sfida dhe periudha dhe etapa të vështira në jetën e tyre. Bëhet fjalë për ato ekuilibra dhe shpërthimet hormonale. Por do të ndalemi tek ajo pjesë e jetës së një gruaje që quhet para apo edhe menopauzë, që ndodh me hormone. Duhet kemi një informacion në fakt të gjithë dhe mjekët profesionistë të cilët ftojmë në studio her pas here e bërtasin që gratë patjetër duhet të dëgjojnë simptomat e trupit të tyre. Menopauza nuk është fundi i le themi jetës së një gruaje në kuptimin jetësor të saj. Patjetër që është një cikël i vështirë që duhet menaxhohet, ama masat nuk duhen marrë pikërisht kur kjo menopauzë, kjo fazë na shfaqet, duhet merren masa pak më përpara në mënyrën se si ne qasemi stil jetesës. Nuk po çmendemi kur kemi ato ankthet, djersët apo ndryshimet emocionale, të humorit, pagjumësitë. Patjetër që ka zgjidhje për këdo. Kështu që na ndiqni me mjekun e njohur dhe që i do shumë këto tema, Shkëlqim Balili. Mirë se erdhët, doktor. Kënaqësi që u kam këtu. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për tematikën dhe për rëndësinë që fatkeqësisht në Shqipëri akoma nuk është arritur që të ndiqet në dinamikë problemet e peri dhe menopauzës. Si një revolucion hormonal do ta quanim, sepse nuk është thjesht fundi i një cikli menstrual të gratë, po një revolucion hormonal që na prek të gjitha organet. Dhe këtu fillojnë pastaj ato problemet që themi çfarë po ndodh me trupin tim, a do t'ja arrit dot. Dua t'ju bëj një parantezë të vogël. Patjetër. Që ne të kemi logjikën dhe kuptimin e plot për të kuptuar këtë tematikë dhe këto probleme në tërësi, të cilat janë shumë të shpeshta, shumë të përhapura, dhe fatkeqësisht ekzistojnë në shumë gra në vendin tonë, të cilat nuk kanë mundësi të trajtohen, nuk kanë mundësi të mjekohen. Unë desha të bëj një parantezë lidhur me problemet e këtyre tematikave që lidhen me hormonet. Dhe ajo që do t'ju them tani shkurtimisht është kjo. Të gjitha gjendjet e veçanta mjekësore, të gjitha shtimet në peshë, fitimi peshës, humbja e peshës, të gjitha ndërlikimet mjekësore, të gjitha gjendjet mjekësore të veçanta që krijojnë një problem të sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë, janë të varura direkt nga një ekuilibër hormonal. Nëse do ta përkthenim fjalën hormon, hormon janë substanca kimike të specializuara që karakterin ose sekretin e tyre e kanë origjinën nga disa gjëndra të super specializuara që i kemi në trupin tonë dhe që fillimisht fillojnë me gjëndër më kryesore të trurit, që është hipotalamusi, është shefi përgjithshëm i gjëndrave që është hipofiza, pastaj vjen presidenti i trupit që është tiroidja, pastaj janë vezoret që prodhojnë estrogenin, progesteronin, është pankrasi që prodhon insulinën, janë gjëndrat endokrine, surrenale, mbiveshkore që prodhojnë kortizolin, që quhet dhe hormoni i stresit. Dhe ajo që dua t'ju them është kjo. Të gjitha këto hormone që prodhohen nga këto gjëndra dhe kanë një karakteristikë të veçantë në mjekësi, sepse tërë këto prodhime beve direkt në gjak. Pra, që një substancë specializuar kimike që del nga këto gjëndra dhe futet direkt në gjak, quhet hormon dhe është nga gjëndra endokrine. Dhe gjëndrat endokrine komandohen nga sistemi endokrin. Dhe sistemi endokrin janë pikërisht këto gjëndra. Janë hipotalamusi, hipofiza, tiroidja, paratiroidja. Kemi 3 synë fakt. Kemi 2 synë ballë që shikojmë botën, kemi edhe një synë diencefalon që quhet gjëndra pineale, që prodhon një hormon që quhet melatonin. Dhe melatonina bën cirkadienin e gjumit që na bën zgjimin në mëngjes. Dhe ky është një hormon i veçantë. Dhe një gjë tjetër që do t'ju them që ta mbani mend. Pra, hormonet janë lajmëtar dhe këto hormone komunikojnë dhe ky komunikim është i vazhdueshëm dhe është në të gjitha qelizat. Tani, pika e dytë që duhet kuptuar. Trupi njeriut
përbëhet nga 50 trilion qeliza. Këto 50 trilion qeliza kryojnë indet, kryojnë organet tona, vitale, që është zëmbra, janë veshkat, është mëlçia, është truri, dhe vetëm ky komunikim hormonal në përmjet tyre qelizave, që është perfekt, bëjnë që zëmbrat punoj mirë, mëlçiat punoj mirë, trurit punoj mirë, veshkat punoj mirë. Nëse ka një komunikim të gabuar, problemet mjekësore janë të panumërta. Nëse ky komunikim është perfekt, atëherë ne kemi një platformë të shëndetshme të shkëlqyer. Ana tjetër, ky komunikim është përgjegjës nëse ne jemi gjallë, çdo sekond jemi zgjuar dhe çdo sekond jemi në gjumë. Pra, problemi hormonal duhet të shikohet në vëmendësi dhe duhet të kuptohet me logjik dhe duhet të ekuilibrohet. Tani, doktor, unë kam përgatitur një listë me pyetje që lidhen me këtë periudhë të menopauzë, ku fillojnë dhe disbalancat hormonale, do arrim dhe të analizat që çdo vajzë dhe çdo grua para apo gjatë menopauzës duhet të kryej për ta parë nivelin e tyre dhe balancën e tyre në kontroll. Pyetjet që kam përgatitur nuk e kam përgatitur si gazetare, po si një grua që po na ndjek nga ekrani, përfaqësisht çdo grua, që bëjnë këto pyetje tipike në periudhën më të rëndësishme. Tani, cilat janë ato shenjat që tipike që gratë shpeshherë i ngatërojnë me ato mërzitjet apo lodhjet, stresin e përditshmërisë, po shenjat tipike që na tregojnë që jemi në menopauzë, përveç përfundimit, le themi, të ciklit që thamë 12 muaj të vitit, nëse cikli nuk vjen, kemi hyrë në fazën e menopauzës. Shumë pyetje, do të falenderoj për këtë pyetje. Tani, ajo që duhet kuptojmë, do të them dhe diçka tjetër. Gratë në fiziologjinë e vet kanë 5 etapa. Kanë pubertetin, ku dallojnë që është vajza dhe djali, kanë adoleshencën, që kuptohet, kanë periudhën aktive seksuale ose periudha e riprodhimit, e cila në Shqipëri është bërë çik më e lartë, po është 22, 23, 25, 27, 29, dhe kanë njëkohësisht atë që quajmë ne perimenopauzë ose premenopauzë dhe menopauzë. Tani, këto të dyja duhen sqaruar në kuptimin që të merret vesh të kuptohet mirë. Tani, sepse në praktikën e përditshme, shpreha menopauzë, futet dhe ke perimenopauza, ose ke premenopauzë. Kur fillon premenopauza në ditët e sotme? Tani, premenopauza, natyrisht, premenopauza është një periudhë tranzicioni që shkon drejt menopauzës. Përgatitore. Dhe kjo periudhë tranzicioni është 2 vjet, 3 vjet, 7 vjet, 8 vjet, 10 vjet. Dhe kjo periudhë menopauzë ka disa shenja, disa simptoma. E para është një nga simptomat kryesore që gratë duhet kuptojnë që janë në perimenopauzë, është çrregullimi i ciklit. Pra, një cikël perfekt 28 ditor, ose 22 ditor, ose 32 ditor, që vjen në ditë caktuar me një luhatje, 1 ditë, 2 ditë maksimalja, fillon e çrregullohet. Bëhet me i shkurtër ose bëhet me i gjatë. Dhe ajo që ka shumë rëndësi fillon, vonohet 1 javë, vonohet 10 ditë, ose vjen cikli 4-6 ditë që ka normën, op i shkon 9 ditë, op i 10 ditë, ose vazhdon 5-6 ditë dhe pastaj shkon me njolla 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë. E para është kjo që ka. E dyta, ka një çdo ditë, çdo moment përpara ciklit, 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, 6 ditë para ciklit, ka një tensionim gjoksi, ka një sforcim të gjoksit, ka një ndjenjë dhimbshurie, natyrisht jo të ketë gjitha, po ke disa, ka një ndjenjë ndjeshmërie të gjoksit, forcohet pak gjoksi, tensionohet. Ka fryrje barku, ka një ndjenjë të luhatjes të humorit, ka një ndjenjë nervozizmi, ka një ndjenjë pak të ankthit, pak të stresit, dhe njëkohësisht kjo gjendje shoqërohet dhe me lodhje, shoqërohet me një pagjumësi, shoqërohet me një mungesë të përqendrimit, harron e bën kështu. Dhe tani sot ne do të flasim, nëse para shumë vitesh kjo gjë fillonte rreth të 40-ave, 42, 43, 45, sot në këtë mjedis ku jetojmë, me këto ushqime të industrializuara dhe me futjen e shumë toksidave që kanë pesticidet, fungicidet, herbicidet, proceset e bukurisë, të kozmetikës, shampot, kremrat, humorit,
është krijuar një terminologji veçantë që ksenoestrogen. Pra janë substanca kimike toksike të cila merret në kontakt me ushqimin dhe në kontakt me produktet e bukurisë dhe futen si të paftuar në trup, çrregullojnë hormonet, zvendësojnë hormonet e vezores dhe japin një çrregullim dhe japin çrregullim total të. Dhe kjo ka bërë dy faktorë po na vijnë për këtë. Që në mesin e 30-tave, kur gratë vishen bukur, me një fustan të bukur, tingëllon perimenopauza. Dhe kur ndodhin që vajza 9 vjeç të ketë cikël. Po, është shumë tipike e ditëve të sotme, ciklin moshtershëm. Shpërfillja nga prishja e ekuilibrit hormonal, balanca hormonal. Ato shenjat që u përmendët para se të ndodhë cikli menstrual, nuk duhet të ndodhin? Sepse çdo vajzë ka, pra i ndjen ciklin që po i vjen me ato shenja. Ajo që dua të theksoj sot është kjo. Të gjitha problematikat që ndodhin në shëndetin ton, sidomos të grave dhe të burrave, kuptohet, kanë të bëjnë me atë që quajmë ne ekuilibri hormonal. Një vajzë e re, një vajzë në pubertet, një vajzë 17, 18, 20, nuk duhet të ketë asnjë dhimbje, as tensionim gjoksi, as dhimbje koke, as gradë domore, ajo do të ndjej vetëm që ka pak pika gjaku në vagin. Kjo, të tjerat, të gjitha këto janë disekuilibër hormonal ose një disbalancë hormonale ose një çekuilibër hormonal midis dy hormoneve. Unë po të them, cikli menstrual është një dhuratë e madhe e organizmit femëror që ka një qelë start dhe qelë si artë është ovulacioni dhe bëhet nga dy aktorë të mëdhenj, estrogen, progesteron. Nëse këto nuk janë në ekuilibër, nuk ka ovulacion, nuk ka menstruacion. E kuptova. A kemi në kulturë dhe cilat janë ato analizat që duhen bërë kur pikërisht këto simptoma i dallojmë në trupin tonë, që të shikojmë dhe të kuptojmë që kemi një disbalancë hormonale. Çfarë analiza duhet të shkojë të bëjë një grua sot? Atëre, unë po ju them se i kam të fresk këta gjërat dhe nga konsultat që bëj këto në ditët të vazhdim, po ju them këtë gjë. Ka një përqindje të madhe të konsiderueshme të pacientëve që më vinë për problemet e fertilitetit, për problemet e çrregullimit të ciklit, për problemet e infeksioneve të tjera. Dhe të gjitha këto kanë në themelin e vet problemet hormonale. Dhe kjo diktohet edhe për një gjë tjetër. Në ekzaminimin ginekologjik, që në inspekcion, që në pamje, ndonjëherë është mbi pesha. Po? Ndonjëherë janë akne të fytyrë. Ndonjëherë është mungesë e vitaminës D, është mungesë e feritinës, është humbja dhe dobësimi flokëve, është tharja e fytyrës, e lëkurës. Do të gjitha këto që bëhen në ekzaminim. E dyta, në një rast në perimenopauzë, ekzaminimi ginekologjik tregon që gruaja ka një pagjumësi, që gruaja ka një çrregullim cikli, që gruaja ka një gjendje nervozizmi, që gruaja ka humbur shumë probleme, ka një cikël jo shumë të rregullt, dhe në një ekzaminim ginekologjik shikon që vulva, mukoza ka filluar të thahet, që ushqimi i vaginës nuk është përpara, që vagina ndryshon trofikën ushqimin e vetë, që vagina bëhet me shkurtuar, bëhet me thatë, bëhet me dhimbshme, dhe të gjitha këto tregojnë për problemet hormonale. Dhe kryesisht kanë uljen e estrogenit. Pra, unë ju shikoj juve sot në këtë bisedë të shkëlqyer sepse keni një ekuilibër hormonal dhe një estrogen normal. Ku e kuptoni? E kuptoj. Ke flokët, ke fytyra, ke syt, është grimi ndoshta, ke gjithë çka e ke. E ke normale. Pra, nëse ky estrogen rritet dhe progesteroni mund t'ulet ose rri në nivelin e vet, atëherë fillon ajo që quajmë ne disbalanca hormonale. Përveç kësaj, pra dy analizat kryesore është progesteron dhe estrogen, sepse nuk kanë informacion të gjitha vajzat që në ndjekin, duhet të shkojnë të bëjnë një çek. Po, për të diagnostikuar këtë gjë, është mirë që ditën e 3 të ciklit ne bëjmë testin ovarial të hormoneve. Dita e 3 e ciklit. Nëse nuk ndodhet ditën e 3 të ciklit, këto analizat dalin dhe keq interpretohen dhe marrin mjekin të gabuar? Kjo është. Ne mjekët, ose mjekët do të them, duhet bazojnë në dy gjëra, në shkencë dhe në natyrë. Dhe jo të mos bazohen tek
simptomat, tek shenjat. Për shembull, qofse mua një vajzë më vjen dhe më thot, doktor, kam 3 muaj që s'ka ardhur cikli. Mirë, patjetër, kjo është shumë e dukshme dhe normal do bëj çekun. Po ama ka një gjë që kur cikli nuk të vjen 3 muaj, kjo do thotë që ke një estrogen shumë të lartë dhe të mungon hormoni lumturisë që është progesteroni. Po. Hormoni lumturisë. Se kështu i them unë. Edhe progesteronin është jam e lumtur thotë ajo, jo e lumtur. Se serotonina po. Tani disa gra bëjnë pyetjen kur janë perimenopauzë apo dhe menopauzë. Pse barku rritet edhe pse ha pak? Po sa fare thonë dhe përsëri kanë bark, dhjam të barku. Kjo e ka arsyen këtu. Rritja e estrogenit krijon probleme të mbipeshës. Dhe rritja e estrogenit krijon mbipeshë dhe yndyra viscerale quhet yndyra e dhjamit. Dhe ky dhjami nga kërthiza e poshtë, që quhet yndyrë viscerale, dhe vet adipocitet, vet indi dhjamor prodhon estrogen. Pra, nuk ka të bëjë dietat, sforcimet, është balanca hormonale. Vetëm disbalanca hormonale. Tek dhjami i barkut, po. Pase kjo është një temë që e kemi trajtuar, por edhe se japim një këshill sërish është në shërbim të audiencës. Sigurisht, në këtë periudhë ka dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale, ka ulje të dëshirës seksuale, kjo është gjë normale, a ka një Atëre, kjo ka të kundërtën tani. Kjo ka të kundërtën. Nëse ne jemi në gjendjet e perimenopauzës, drejt menopauzës, ne kemi një luhatje në perimenopauzë, kemi luhatje të estrogenit. Pra kemi thënë që estrogeni është hormoni kryesor. Dhe kjo ulet dhe ngrihet. Çfarë ndodh? Menjëherë kjo ulje dhe ngritje, pra estrogeni nuk është në ekuilibër me progesteronin dhe ti humbet ciklin e rregullt hormonal, të ciklik. Pra cikli do bëhet më me i rrallë dhe do bëhet më me hemoragjik. Do të ndaloj, nuk do të vi, dhe kur të vi do të kesh shumë ditë me hemoragji, sepse ke gjithmonë estrogenin më të lartë. Gratë që kanë një cikël të rënd, hemoragjik, kanë estrogen shumë të lartë. Pra, progesteroni është ai që mban nivelin, progesteroni është ai që bën ovulacionin, progesteroni është ai që mbasi piqet veza dhe del nga veza shkon në tub, formon trupin e verdh që mban embrionin, se ngelet, dhe mban shtatzanin dhe fëmia del 4 kg. Pra, këtë e kam quajtur në hormon lumturie. Tani, nëse një grua është perimenopauzë dhe ka hormonet e estrogenit shumë të larta, ajo ka, me këto luhatjet, ajo ka afshet e nxehta, ka çrregullim në ciklin, ka afshin e nxehtë, i vjen një mbrëmësi, një ngrohtësi nga brenda, 3 minuta me gjoksi dhe me fytyrën e hiperemike, me djers, me rrafje të zëmrës, jep një nxehtësi të madhe dhe mbas 2-3 minuta fillojnë djers të ftohta edhe jep edhe një gjendje patjetër. Çfarë zgjidhje jepni ju për këto rregullimet? Kjo na njerë shoqëro dhe me djers natën, me dhimbje koke, humbet gjumin, ka nervozizëm, ka ankth. Dhe tash burri kërkon dhe marrëdhënie tash në këtë gjendje, ajo është një gjendje shumë kritike. Kjo tregon që ka luhatje. Nëse estrogeni ka rënë plotësisht, atëre kemi shenjat të tjera. Kemi dhe këto, po kemi tharje të vaginës, kemi dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale, ke humbje të maskulaturës, ke pagjumësi, ke dobësi dhe je drejt menopauzës. Patjetër jemi drejt menopauzës. Tani, zgjidhja që shumë mjek, ose gratë kur shkojnë bëjnë këto vizitat për këto shenja tipike, japin ato terapit hormonale. A janë të rrezikshme terapitë hormonale? A kanë efekte anësore? A ka zgjidhje të tjera përveç të terapive hormonale? Ky është një problem shumë i diskutuar dhe shumë i mirë, po unë gjithmonë jam me mendimin dhe shkenca është gjithmonë me mendimin që duhet eliminohen hormonet sintetike të prodhuara në industri. Duhet të jepen probiotik dhe hormone bimore. Ne për shembull kemi këtë gjë. Për afshet e nxehta, ne japim një preparat bimor që quhet Black Cohosh. Ne japim një metil multinutrient per menopauzë, një support menopauzë. Ne japim një kim tjetër që është po prap për gjumin, që është për djersët, që është për qetësinë.
Dhe të gjitha këto në kombinim, ne mundohemi që të bëjmë një femër balans, një rritje dhe një rregullim të hormoneve. Po këto hormonet e sintetizuara çfarë efekte kanë? Për shembull, më themi një gjë. Nëse grua është në menopauzë, më vjen një grua me postmenopauzë, është 65 vjeç. Që në 50 vjeç ka ndërprer marrëdhëniet me të shoqin, nuk mund të bëjë marrëdhënie sepse ka dhimbjet, i duket sikur brenda ka xhame të thyera. Dhe e dyta, ka humbur gjumin, ka lodhje, ka dobësi, ka dhimbje gjatë ciklit dhe kjo gjendje shoqërohet dhe me një problem tjetër. Sepse si u thash në fillim, mos harroni, qelizat, të gjitha qelizat e trupit të organeve femërore kanë disa formacione të specializuara që quhen receptor. Këto receptor thithin estrogenët. Kur këto estrogen mungojnë, siç është menopauza, këto qelizat kurën, thahen, bëhen atrofike. Dhe krijojnë ato shqetësimet. Dhe tani, në këtë rast tamam, neve japim një hormon që quhet menopauzë support, që ka izoflavon. Izoflavoni është bimor dhe kjo pihet një vit rresht në një tablet. Ose japim qetësues të tjerë, ose supliment, se ka një gjë. Se duhet mos lënë pa përmendur, krahas këtyre e rëndësishme është edhe dieta ushqimore. Janë ushqime që duhen shmangen totalisht në këtë periudhë. Po i themi gjë. Këto janë dytësore. Epicendra është stili jetës. Për këtë do të flasim pas publicitetit. Një shkëputje shkurtër. E para që duhet të respektojmë gjatë periudhës së para dhe menopauzës, patjetër që është stili jetesës. Më thuaj 2-3 këshilla për gratë. Është shumë e rëndësishme. Atëre, ajo që ka shumë rëndësi, unë kam vënë në praktikën e përditshme, që përgjithsisht gratë kanë një mbipeshë, kanë një yndyrë viscerale, që nuk largohet me çdo lloj diete. Kemi bërë dhe analizat e hormoneve, kanë një disbalancë hormonale, përgjithsisht kanë ato që janë menopauzë, postmenopauzë, janë me ullje të hormoneve të estrogenit, ai e pamundësinë e gjumit, ushqimit. Ato që përmendëm. Dhe dieta kryesore, stil jetës, eliminimi i duhanit, eliminimi i alkoolit. Një gjë kryesore të them, gjumin, ju lutem gjumin, 10-6. Të eliminoni elektronikën, laptopet, ekranet, ushqimi do të jetë 2 orë përpara se të flesh, dhe ushqimi dhe dieta është kryesorja. Të eliminojnë të gjitha ushqimet e shpejta, ushqimet e paketuara, ushqimet e përpunuara, dhe të merren ushqime të mira, të shëndetshme. Kush është? Është veza e para, 2 vezë në mëngjes. Është fare lirit, është fare kies, një far kie, në një gotë ujë, në darkë, një lugë gjelle, do ta lërë gotën 2 gisht bosh, ti hedhi 2 lugë kos, pak boronica, ta pi esëll, dhe një mollë. Ky është mëngjesi të mban deri në orën 4 të blinduar, s'ke pikoreksi. Ka fibra. Në orën 4, të ketë, unë kam dhënë një për vitaminën D, është sardelja. Sardelën mund ta marrish në dyqan, mund ta marrish te Konadi, mund ta marrish te Spari, sardelët janë shumë bira. Bile mund të hash kanaçen, bile pa hedhur në pjatë fare, të hapish kanaçen, 2-3 vakte me sardele. Mëlçia e zezë është ideale, një herë në 10 ditë, një mëlçit hollë të prerë mirë në zgar me një gotë verë mund ta pish. Fasulet, thjerëzat, bishtajat, qiqrat, ideale. Të përdoren sallata jeshile, lakra e bardhë, një supë, një tenxhere, një qep e vogël, aty po vaj ullirit gjithmonë me gradacion të ullët, do hedhesh një spec jeshil, një spec të kuq, 2 selino, 2 karota, një patate o bësupa. 2 ditë. Lën kockash, merë kockat. Kockat kanë kolagen. Është një gjë shumë e madhe. Dhe shiko, të gjithë njerëzit duhet të rregullojnë kolagenin. Kolageni është proteina e lëkurës, e fytyrës, e muskujve. Dhe e dyta, duhet të kenë parasysh një gjë. Dieta, çdo njeri që ecën në këtë komb ku jemi ne, duhet hajë 2 vezë mëngjes. 2 vezë të zjera ose 2 vezë të skuqe. Po jo, të skuqura kur vaj të bëjt pop, e të hedhish vezë. Veza ka 8 gram proteinë dhe ajo digjet. Do ta lësh sa të zbardhet dhe tak e shumë. Të frenohet bukë e bardhë, mandej kam dhe i dëshirë tjetër, mos e prisni bukën.
merrni ashtu si që. Në gjithë planetin buka nuk pritet. Pse? Buka është gjë e jashtëzakonshme, është e gjallë. E kuptoj, po ka një rrezik tjetër metalik që e pret e infekton dhe mikrobe. Buka në Francë, ku do i të vesh të japin me një paket letre, si të japin dhe këtu ke ne, e buke bardh nuk ka asnjë vlerë. Buke bardh nuk ka fiber, buke bardh nuk ka asnjë vlerë hormonale dhe e dyta jep kapslik. Kështu që buka integrale është shumë e mirë, po tek të gjithë personat që kanë kemi që ajo është integrale, duhet një çik që të ulet buka, se buka ka sheqer. Shiko, në përgjithësi, çdo ushqim që futim në gojë ne ka sheqer. Edhe sallata jeshile. Po 5 sekonda mbas ngrënies në gojë, pankrasi na prodhon insulinën. Dhe kjo insulin ka një detyrë, është hormoni esencial, i jashtëzakonshëm, pa atë nuk mund të jetohet. Dhe insulina shkon dhe do të them dhe një shembull me insulinë e lartë që ka dalë një vajzë të re, dhe insulina shkon dhe ka një detyrë që ta marri sheqerin, ta fusi në qelizë, dhe qeliza të krijojë energjinë, ATP-n, adenozinë trifosforik. Dhe kur kjo qelizë mbyll derën dhe ajo troket, ajo kalon direkt në gjak. Nuk e hap. Atëherë kjo insulinë rritet dhe fillon çrregullimi. Zhgënjimi është këtu tani, sepse në çdo check-up që bëjmë ne bëjmë vetëm glicemi, hemoglobin glukozuar. Këto të dyja mund të dalin normal kur ti insulinën e ke shumë të lartë. Dhe kjo insulin ka 2 medalje. E para është që disa qeliza të trurit, të mushkërisë, të mëlçisë kanë mbyllur derën dhe rritet insulina, duke rritur insulina rritet glukoza, sepse është në gjak, nuk e marrin qelizat. Dhe çfarë ndodhi gjë? Ndodhi gjë interesante dhe shumë e madhe, që qeliza insulina vepron të gjenda dhjamore, dhe gjenda dhjamore rrisin madhësinë e tyre, nuk shtohen si qeliza, dhe krijohet ai dhjami. Sa më shumë dhjam të kesh, aq më shumë insulin ke. Dhe unë kam krijuar një ide në pamje, një grua që është 10 kg në pesh, mbi pesh, ka insulinemi të lartë, patjetër. Mua më ka ardhur një rast tani, një çift që do të lindte, që kishte 2 vjet që s'gjelësh dot, ai burri ishte 140 kg, dhe ajo ishte 90 kg. Që të dy dolën me rezistencë insulinës. Po vajza që kishte që më treguat? Ky rast i fundit ishte i çuditshëm, pak ishte i veçantë, sepse e kërkonte gjyshi vizitën në një telefon. Që gjyshi ju kishte dëgjuar në ekran, apo jo? Më ka dëgjuar mua në një ekran, edhe i kishte thënë familjarëve të çonin besën. Mandej unë kam folë në telefon me atë gjyshin e saj nga Kryja. Dhe kur pash besën, po fola, dhe pash besën, besa ishte 14 vjeçe dhe kishte një mbi pesh, kishte një ind dhjamor gati mbushur gjithë trupi. 14 vjeç sa kilogram? 14 vjeç, po. Dhe cikli ishte shumë i rrallë. Dhe ne i bëm një ekzaminim që quhet HOMA-IR, do të thënë indeksin e insulinit. Dhe po ju them sinqerisht, në këtë vajzë 14 vjeç, nga 24 insulina i doli 34. I doli dhe... Trajtoheshe me diçka vajza? Absolutisht, po. Vajzën e kishte trajtuar me kontraceptiv. 14 vjeç me kontraceptiv? Do me thënë, për një kohë të shkurtë i kishte përdorur, po me qëllimin që të vinte cikli. Kështu që është një ide. Nuk duhet të kapemi kur nga shenjat, nga simptomat, po mundësisht të gjejmë rrënjën. Për shembull, po ju themi gjë. Në qoftë se smur nga tiroidja, ke një problem me tiroidin, dhe doktori t'jep tiroksin. Tani, 40 vjet me tiroksin dorish? Ashtu ndodh. Ose, ata që marrin ilaçin e vazhdojnë për një kohë të gjatë. Jemi diabet tip 2. Dhe ti diabetin e ke nga bipesha, e ke nga ushqimi që s'ke ngrënë mirë, e ke nga alkooli, nga duhani, nga këto. Dhe tani, ai do të t'japi ty mjekim peroral, metformin ose një mjekim tjetër, çfarë mund tjetë, por ka rëndësi që ti dhe me metforminën, në qoftë se ti vazhdon të ushqesh në mënyrë jo të rregullt dhe të mbash konditat e dietë dhe stili jo të rregullt, ti do shkosh ke insulina. Ama ka një gjë, që ti nëse futesh në një dietë të shëndetshme, ku ti absolutisht të mos marrësh asnjë ëmbëlsirë të përpunuar, asnjë ëmbëlsirë edhe të gatuar në shtëpi, mjafton 0 sheqer, po. Madje dhe të kufizosh sheqernat që janë ke frutat, ti mund të jetosh për mrekulli. Dhe dieta është kryesore, dhe pa mjekim. Dhe unë po ju them, të gjithë ata që vujnë nga tensioni i gjakut, të gjithë ata që kanë hiperbipesh, që kanë hipertrigliceridemi, kanë hiperlipidemi të lartë, ata duhet të mbajnë një dietë të mirë
dhe ata janë në gjendje që të shërohen. Edhe ata vetëm të zvendçojnë kripën me limon, ata që janë nga diabeti, të ulin peshët. Zoti e ka bërë njeriu që të jetë 5 kg në gjatësi. Në qoftë se 1,75 do të jesh 70 kg. Në qoftë se 1,60 do të jesh 55 kg. Kjo është pesha ideale për këtë, do meshkuj dhe femra apo për meshkuj dhe femra, njësë është. Dhe po ju them, bipesha është smundje, nën pesha është smundje. Dhe si e thamë në fillim të intervistës, ne jemi në një gjendje të themi që çdo bipesh, çdo ulje peshe, çdo ndërlikim, çdo problem shëndetësor, çdo sëmundje gjatë, sëmundjet kronike, sot planeti dhe ne po vuajmë nga sëmundjet kronike. Ne po vuajmë nga sindromi metabolik, po vuajmë nga hipertensioni, po vuajmë nga diabeti, po vuajmë nga hipertriglipidemia, po vuajmë nga Parkinsoni, po vuajmë nga Alzheimeri, dhe ne po humbasim aftësinë. Ne nuk kemi vitamin D, ne nuk parim omegën 3, ne po kemi pa aftësi personale, ne nuk ngrihemi dot nga karrikja. Do me thënë, njerëzit kërkojnë asistencë. E gjitha vjen nga stili jetesës, nga jeta sedentare, sepse thamë që ushqimi është ilaç. Kështu që ushtrimet fizike, 30 minuta në ditë ecje, ushqimi esencial është veza e para, është peshku i dyti, mishi i treti, mëlçia, parca e kockave, thjerëzat, qiqerat, bishtajat. A ka mundësi të vesh atje të peribe zërzavat, me gjithë janë shumica me pesticide. Po, ata që janë të moshuar të marin ato jeshilet, klorofilet, ato që janë qimë të reja të marin të kuqet, të verdhat, edhe jeshilet. Po ama, një speci kuq, një karot, një selino, një brokoli, është i shkëlqyer. Dhe ne duhet të jemi të ushqemi, të largohemi nga yndyrnat e përpunuara, nga problemet toksike, sepse jemi në një moment shumë të vështirë. Ne kemi tashmë infekcion total. Është infektuar ujë, ajri, edhe këtë çekuilibri hormonal që përmendet. Ai që na jep fresk dhe ai ka depërton edhe me mikroorganizma të tjerë. Thirrja e fundit, meqense jemi në minutën e fundit, ne folëm në përgjithësi për hormonet edhe kujdesin që duhet të ketë çdo grua në këtë fazë të jetës, por edhe përpara menopauzës. Thirrja ime ose dhe juaja nga kjo studio është për burrat. Burrat që kanë gratë në këto periudha sfiduese të jetës së tyre. Cila këshillë ishte? Burrat përgjithsisht unë eksperiencën time e kam parë normal, të urtë, të butë. E mirë kuptojnë gruan e tyre. E mirë kuptojnë dhe kur gruaja nuk i përgjigjhet nevojave. Po, megjithëse kam thënë njerë që është pak e vështirë, po përgjithsisht burrave duhet t'ju rekomandoj një gjë, që t'jenë afër grave. Afër gratë, nuk është se edhe ato që kanë vështirësi në marrëdhënie seksuale, nuk është fundi i jetës. Gruaja menopauzën e ka natyrën e jetës saj dhe mund të jetojë dhe 80 vjeç, 100 vjeç, dhe juve do t'jeni afër dhe e para gjë që unë kërkoj nga ju të vini sinjalin që të bëhet me njëherë konsulta, sepse gjithë shka është e korrigjueshme. Pesha po ashtu, fjetja po ashtu, marrëdhëniet seksuale po kështu, dhe unë po ju them, të vazhdoni marrëdhënies dhe një gjë do t'ju them, se më erdhi në mend tani. Nëse ne i trajtojmë gratë në menopauzë, sidomos ato që kanë çrregullime të urinimit, urinim të shpesht, urinim me urgjencë, dhe ato që u shpëton urina, dhe ato që nuk bëjnë marrëdhënie, për një periudhë mjekohen në mënyrë fantastike, dhe pastaj shërimi total vjen nga marrëdhëniet seksuale, sepse penetrimi që bëhet në marrëdhënie i jep ushqim vaginës dhe ushqim gjithmonë. Qartë. Doktor, faleminderit për gjitha këshillat që dham sot. Ju mirpresim për të tjera tema që lidhen me këtë fushë, sepse shëndeti gruas. Jam shumë i lumtur që kam marrë tukatizon. Faleminderit. Edhe tash ti ke dhe një gjë parasysh që kur të thotë që një ginekolog je perfekt, je perfekt. Faleminderit shumë. Mirupafshim, kalofshi mirë ditën mbar, shihemi nesër.